Kemi një ndryshim të luftës, tashmë lufta asimetrike porozon ushtrit më të mira të botës. Në Afganistan, po edhe 11 shtatorin, po në Afganistan, ushtria më e madhe e botës, $1.000 miliard, bas 20 vjetë. Koalicioni më i madh i botës. Koalicioni më i madh i botës. Që po të zësh për buxhetin ushtarak që shpenzojnë në shumica dërmuese pastaj po vim te kjo debakleja tjetër e Izraelit. Disa njerëz me kallash, këmbëzbathur, që nuk komunikojnë me celular. Ky është rasti tipik, zoti Ila, rasti tipik për ta përkufizuar dhe ilustruar se në shpërmasa është asimetria në përballjet e sotshme. Ka ndryshuar totalisht dhe shpeshherë edhe ne, dhe unë personalisht si ish ushtarak i lartë, ndihem në këtë vështirësi kur publiku i thjesht të pyet, pret atë përballjen klasike serioze ose në rastin më të mirë pret një përballje alla filmave hollywoodian. Domethënë, koloneli i forcave speciale, Rambo, të bëjnë hatan, ose ku i keni këta? Ose pse nuk dilni nga llogoria në llogore, ti me gjithë to armë se nuk e mund këtë si thatë ju këtë band rebelësh me një kallash 60 fishek. Po dalin që kanë më shumë fishek. Megjithatë, kjo është ilustrimi tipik i asimetrisë sotshme dhe në këtë aspekt ka ndryshuar shumë gjëra. Ka ndryshuar mënyra, natyra se si bëjmë, po jo thelbi i konflikteve të armatosura. Unë jam me një farë mënyrë admirues dhe i qëndroj besnik teorisë Clausewitzit, që nuk ka ndryshuar trinitia saj që të çon në luftë, jemi po në ato situata, por mënyra se si bëjmë, asimetrike ose jo, sa vendosin armët, sa vendos morali, sa vendos gjeniu i liderit, sa vendos kohezioni, këto janë çështje që diskutojnë, por në thelb jemi prapë në një përplasje. Por dhe një herë do ktheheshim që kjo është rasti tipik i asimetrisë, pra një ushtrisë nga më prestigjozet në botë ndodhet përballë një situate kaq vështirë siç po e ndjekim ne sot. Dhe pikërisht luhet me rregulla, jo me rregullat e lojës, sërish, që është e vështirë ti vesh ushtarakët në qose, edhe ti kërkosh hesap, sepse aty është një akt tipik terrorist, i përzier me marrjen e pengjeve, dhe po u llastuan, do thoja unë, po u llastuan sot, do të jetë e vështirë të kapërcehet. Ndërkohë, unë mendoj edhe do të sugjeroja, po të më dëgjonin edhe kolegët e forcat armatosura izraelite, por kam përshtypjen që 2-3 nga këshilltarët tashmë që i kanë thritur dhe njerë, qoftë zoti Netanyahu, qoftë forcat armatosura, është që druaj se nuk ka më kthim brapa. Hamasi ose do të shmontohet totalisht, ose nuk do të jepet mundësia që ta vër Izraelin sërish në këto kushte dhe në këtë situatë që e vuri sot. Ate, një ndër ankthet më të mëdha të çdo oficeri është lufta urbane. Gjë që e kanë frikë edhe izraelitët. Mendoni që sepse është çmimi i madh që do paguhet, janë vende ku nuk vlen më teknologjia, domethënë do luftosh armë për armë. E drejtë. Marrim me radhë hapa. Çfarë opsionesh kanë forcat armatosore izraelite për ta vënë situatën në kontroll? Opsionet janë të gjitha, ti marrësh me radhë, janë të gjitha të këqija, të vështira, tepër të vështira do të thoja, sepse siç e shikoni, duke ndjekur burimet e informacionit dhe lajmet e shpeshta që vinë, që lëvizin me minuta dhe me orë, ka një përqendrim dhe një opsion të futjes të trupave toksore. Pra të fillosh ta marrësh dhe ta krehësh zonës dal nga dal. Por, në ana tjetër, mungon totalisht informacioni se ku mbahen pengjet, sepse aty bëhet gjithë presioni mbar global. Çfarë do bëjmë me 150 pengjet? Pra, ndërkohë që Hamasi dhe liderët e tij kërcënojnë dita ditës që pos ndërpret sulmet, ne do fillojmë azgjesimin, eliminimin e pengjeve. Pra, kjo është një situatë tepër e vështirë dhe e pafavorshme. Se si do të marrësh vendimin për të hyrë në rrypin e Gazës. Pra, nga ana ushtarake unë shikoj është e bëshme, po është tepër e vështirë. Jam i sigurt që ata e njohin terrenin, po jo aq mirë sa çdo donin, sepse është ndryshe ta njohësh rrugën kur vjen tek kodra e diellit ose kur vjen ke komuna Parisit
kur vjen për ditë siç vini ju zoti Hila, dhe ndryshe ishte për mua që jam qytetar i vjetër i Tiranës, edhe ndjej veten një çik si më të përhumbur këtu. Pavarësisht se është zona, është qyteti im. Pra në këtë aspekt ti njohësh çdo kthes dhe rrugis dhe pastaj do fillosh ose do t'i pastrosh me segmente, ose do të përballesh me snajperët e tyre. Pra ka një kosto gjakderdhje që është si tepër e lartë dhe mos harrojmë që je në syt e botës. Je në dritat e skenës, në dritat e projektorit. Bombardimin në tapet. Nuk e bën dot aq kollaj saç na lejon edhe ne që po diskutojmë këtu nga komforti edhe rahatia e studios. Është tjetër çështje. Por pikërisht kjo është vërtetësia e marrjes së vendimit në atë situatë. Ju e bët pyetjen me vend. Unë dëgjova për fat pak më përpara edhe në Twitter generalin e famshëm Clark që hezitonte të përgjigje pak a shumë një pyetje të tillë zoti Hila, ju e bët me vend. Pak a shumë një pyetje të tillë, si do shkoj puna, do ta bëjmë me segmente, pra mund të flasim ushtarakisht, por është tepër i vështirë edhe me një kosto shumë të lartë. Problemi i batibekëve që vinë pastaj të ushtarëve, dhe mos harrojmë që qesëve të arkivolëve të ushtarëve. Po sikur të ktheheshim dhe vetëm një minutë tek asimetria, ose se sa ka ndryshuar faqet e luftës që bëhet sot. Sot jetojmë në kohën kur rrjetet sociale, mediat sociale kanë një zë dhe influencë të pa kundërshtueshme dhe të pa diskutueshme. Dhe përdoren rëndom edhe nga brezi i ri që bën, që dikton dhe dinamikën e jetës, qoftë se do ta themi kështu. Dhe po ta shikoni, ndodhet një situatë tjetër e vështirë për Izraelin dhe për mbar komunitetin ndërkombëtar është përdorimi i TikTokut. Nuk e di pse e kishin me TikTokun. Pra, izraelitët ju bëjnë presion familjarëve dhe të gjithë popullit tyre që ndërpritini llogarit në TikTok, po nuk e di pse TikToku si duket është më dinamik, mund të na ndihmojë një nga ata djemë të rinj. Është më i përhapur edhe Facebooku s'po punonte mirë këto kohët e fundit. Pra, sepse është më i përhapur dhe s'ka filtra për kundër skenave të dhunës. Te TikToku, pikërisht ke TikToku, Hamasi dërgon tek familjarët, dërgon pamje të tmerrshme reale ose të manipuluara disi, do të retushuara tek familjarët për bërë këtë presion, ose duke ju lutur për që të na lironi. Dhe kjo shton presionin mbar kombëtar dhe ndërkombëtar. Te kjo vendimarrje që tham pak më përpara, shikohet pra sa e vështirë është bërë. Kush do ta marrë përsipër që të vazhdojmë tani të futemi, ndërkohë që luhet me jetën e bashkëdhetarëve tanë, megjithëse atje ka dhe komsira të tjera, nuk janë vetëm izraelit, po kishte një Amerikan, Italian, Filipinas, Gjerman, Kanadez. Pra, e bën tepër të vështirë këtë vendimarrje që ne diskutuam. E bën shumë më të komplikuar. Gjithsesi, rasti i përdorimit të pengjeve është në këtë përmas është i papranueshëm, është një akt puro terrorist do të thoja, sepse qoftë do më lejoni me frymëzuar dhe 2 minuta, sepse dëgjoja edhe komente të ndryshme duke përfshirë çështjen palestineze në përgjithësi, që ne të tërë jemi dashamirës dhe mbështetës të Palestinës për të pasur të drejtën e shtetëformimit e për të evoluar për të qenë një kombi barabartë me tjerët në tryezat edhe forume ndërkombëtare. Kjo nuk është përleshje me Palestinën, kjo është përleshje me organizatën terroriste që për fat keq drejton rrypin e Gazës prej 15 vjetësh dhe duhet theksuar që s'ka bërë zgjedhje që nga viti 2006. Qështë e fitoj njëherë me dru edhe... Kur u tërhoq Izraeli në mënyrë të njëanshme, dhe tash po e mendojnë dhe atë që shiko pra si evolon situata, se pyetëm si u ndodhëm para kësaj, pse erdhëm në këtë gjendje. Pra, ishte kohë në gatim. Gjithsesi, se ja u preva fjalën. Jo, të lutem, jemi gjithmonë në të njëjtën linjë. Parashikoni një ndër generalet në pension prap që i kishin marrë mendimin, kishte thënë që rrypi Gazës duhet të mbyllet.
jo në sensin e bonifikimit po flas nga ana ushtarake. Jo se e hodha në Facebook dhe kujtuan vërtet se bëj bonifikimi gazës. Në fakt në gjuhën ushtarake është pastrimi nga kundërshtarët. Shkrefja, pastrimi plot. Pastrimi plot. Dhe kishte thënë jo më duhet zhdukur nga faqja e dheut 2,5 miliona. Kam përshtypjen që do të jetë keq kuptuar, do ta ketë pas fjalën në zhduken nga faqja e dheut të Hamasit. Sepse ti nuk mund të zhdukesh nga faqja e dheut rrypin e gazës, as popullsinë që jeton atje. Nuk bën sens. Dhe nuk më duket që një gjeneral në pension të ketë rrëshqitur kaq shumë në që të bonifikohet. Gjithsesi mund t'i kenë marrë se sot jemi edhe problem të fake newsit, po kam përshtypjen që do jetë, siç e thash dhe më përpara, është ideja dhe që Hamasi duhet çmontuar dhe mos tjetë më në gjendje që të na vërë para kësaj situate. Këtë po, që të zhduket nga faqja e dheut, mund ta ketë thënë edhe zoti Netanyahu, mos ta dëgjojmë emrin Hamas. Po nuk mund ta personifikosh Hamasin në rrypin e gazës ku jeton një popullsi sa është Shqipëria në një territor që tham 40 e sa me 320 e ca kilometra katror.